Sot nxënësit e klaseve të 9-ta, 10-ta dhe 11-ta shënuan përfundimin e vitit shkollor. Drejtoresha e shkollës Yll Morina, Aida Lajçi Stuplla, tha se ky vit ka qenë mjaft I suksesshëm. Në përgjithësi, fal aktiviteteve, angazhimit jashtëzakonisht të madh të stafit mësimdhënësve, përgjithësi jemi jashtë kënaqur. Përveç sukseseve, drejtoresha foli edhe për sfidat që hasën gjatë vitit. Sfida gjithmonë janë ato sfida që të bojnë ndoshta edhe më të fortë, përmirësojnë edhe në arsim janë të pranishme gjithmonë sfidat, për shkak se jo çdo ditë është e njëjtë, ka ndryshime të ndryshme, qoftë nga sjellja e fëmijëve ose procesi mësimor, po mbi gjitha është afërsia, dashuria mësimdhënësve që japin për nxënësit e tyre. Nxënësit e klaseve të 9-ta, 10-ta dhe 11-ta u larguan me emocione dhe kujtime të krijuara gjatë vitit shkollor, duke shpresuar për suksese edhe më të mëdha në të ardhmen.